Kryetari i Prishtinës Parim Rama, i cili po e kërkon edhe një mandat, ka prezantuar të mërkurën në renovimin e plotë të poliklinikës stomatologjike e po ashtu ka premtuar investime në rrugët e Ulpianës, në zëvendësimin e rrjetit të kanalizimit dhe në ndërtimin e kolektorit të ri në rast se fiton besimin e qytetarëve më 12 tetor. Në një ceremoni kushtuar hapjes së poliklinikës pas renovimit, sipas tij tërësor dhe pajisjes me inventar të ri, Rama ka thënë se për herë të parë po ofron edhe shërbime sekondare. Në PEI, kryetari aktual Gazmend Muhaxheri ka deklaruar se në mandatin e fundit janë ndërtuar 10 shkolla të reja e në shtërfës kandidati i kësaj partie për kryetar Valmir Ahmeti ka akuzuar udhëheqjen aktuale për diskriminim të shqiptarëve. Ai tha se në projekt buxhetin e vitit 2026 nga mbi 2.6 milion euro të ndara për investime kapitale, vetëm 48.000 euro apo 1.8% janë parapar për zonat e banuara me shqiptarë, ndërsa 98.2% për zonat e banuara me serb. Ndërkaq, në Dragash, kryetari aktual Bexhet Xheladini ka kërkuar besimin e qytetarëve duke numëruar investimet e bëra në mandatin që po përfundon. Pra nuk presin qytetarët për t'i kryer shërbimet. Përkundër faktit që ne këtu ofrojmë shërbime për qytetarët e kryeqytetit, diku më shumë se 30% të shërbimeve i kryejmë edhe për qytetarët tjerë të regionit të gjithë Kosovës, shërbime për cilat kryeqyteti nuk paguhet për to, prandaj duhet që ti kemi parasysh to edhe në nivelin qendror që fondet të cilat dedikohen për kryeqytet të jenë pra në pa me elementet me shërbimet të cilat ne i kryejmë për qytetarët, po them jo vetëm të kryeqytetit, po edhe të gjithë Kosovës. Për 4 vite qeverisje kemi investuar shumë në arsim, shëndetësi, kulturë, rini, sport dhe digitalizim. Paus, përmendje dhe subvencionet. Apo sa harrova subvencionet në bujqësi dhe bregtori.